Jam shumë marakli i drejtës kushtetuese edhe i teorive politike. Vetë menaxhim s'ku mujt me as një libër teorik. Hajde tregon ti për cila fjala shqip për menaxhim. Kushtrim, me shakon drejtim. Menaxhimi lidh me qeverisje. Zoti Ruda, është edhe drejtim edhe qeverisje. Se do të ketë po përfundoj pastaj muja ka replik me juve po ashtu. Për një minutë përfundoj për veri, nëse se përfundoj s'merret vesh. E para sepse ju ka dhënë autonomi, pse s'është gjendja mirë veri. E dyta, për sigurinë Halil. Kosova, prej që e pavarur prej 2008-s, veç një herë ka ndodhur me hy Serbia me trupa mbrana në territorin e Kosovës, ajo në Banjsk. Kur s'ka u guxuar. Nëse mu më thoni që ka siguri Kosova, ndërkohë që hyn me kilometra. A mo ti dush me marrë anën pozitive ka hi, po që shka dal. Edhe suksesi duhet mu përmend. Edhe ti ka dal, ka dal kora do ishi sot. E lam ka dal. Ja, ti shën ka dal do vjet aty. Jo, val, i kom shumë pika që e kundërshtoj këto që bëjnë. Po ti që hyn në për thot ka hi, po në për flam ka shku. Ka dal për shkak dim na pse. Edhe. E dyta, kur ka pas sulm të tillë terrorist se ai i kanalit Tiber Lepencin. Dy raste kur Serbia intervenon brenda. A mo duhet me përshëndet faktin që sulmi Tiber Lepencin është zbulu. Në cilin rast? Jo, edhe kjo është pozitive. Në cilin rast ka hyrë Serbia përpara qeverisë Kurtit drejt Kosovës? Po Serbia ka qenë ato kom kryq. Kur s'ka hi? Kom kryq ka qenë. Në shërbim sekret ka qenë. Ka qenë me bija ka qenë. Serbia ka qenë ato. Prit. Nuk është ashtu. Diagonat i vendos vitin 2008. Sovraniteti i Kosovës është në vitin 2008. Çfarë po i thuat ti? Absolutisht, vitin 2008 është. Kur ka hyrë Serbia me trupa mbrana për vend qeverinë Kurti, kur një herë tjetër. Kur një herë. Kur? Okej, muja pa replik për Grudën, urdhro. Pastaj shkoj me pyetjet e publikut. Ende disa parti opozitore se kuriozisht lutet veriut. Lutet. S'ka nevojë të gjitha të kundërshtohen se ka këtu edhe të tjerë, po urdhro. Jo keni pas në rreshtim të gabuar rreth aktiviteteve në veri të qeverisë Kurti. Gjitha